Jemi mësuar çdo herë t'i shohim në dyshe, por këto kohë të fundit ata u bën 3. E kam fjalën për Adrian Gaxhen dhe Florianin e vogël, të cilët së fundmi është bashkanditur edhe një tjetër këngëtar, i quajtur Lindon, ndoshta nuk është shumë i njohur për ju, mirë po zërin e tij e kemi dëgjuar e stërdëgjuar. Ai këndon pjesën reggae në këngën Phoenix nga Tuna dhe Kozme. Por çfarë do ndodh me këtë rreshe? A do vazhdojnë dhe më tutje të na sjellin bashkëpunime apo do të vazhdojnë projekte solo? E kuptojmë më së miri nga Adriani, Floriani dhe Lindoni. Zemër ngoje stenin luje venin mos u shqetëso, jeni hallet mallet anësh dhe vetëm Javën që lan pas, emrat e tyre qarkullonin gjithandej nëpër media. Dy këngë të ndryshme, por personazhe që bashkëpunuan me Zeti e nga një studio dolën e u ekspozuan. Me Adrianin e Florianin jemi familiarizuar tash një kohë të gjatë, por ky i treti nga na doli. Është Lindoni ai që ju bashkua dyshës këtë herë. Lindonin e kom vërejt që para një vite gjysë 2 gati. Në ka rënë vesh vokalit i specifik, që s'mujsha me besu pikësporit pëse u shqiptar, mendova ne i Jamaikës. Por në fakt ndoli pastaj që është Lindoni ai. Edhe normal, me kalimin e kohës e njoftova, ram bisedime edhe vendosa që të qëndrojnë mbrapa ti për punën ai si artist, po edhe ta cek edhe një sen tjetër që ka mu konë edhe bashkëpunëtori jem në studio, sepse është me të vërtet një muzikant shumë i talentum. Ai ka të kry me vetë ka me cek në shkollën e muzikës e krejt, edhe e ka edhe kreativitetin e ti e ka me të vërtet nivel të lartë. Para 2 vite gjysmë në skenën muzikore, erdhi Floriani me ngjyra e kuqe. Dhe wow, të gjithë u shtangën kur pam një djalë të vogël që këndonte me atë vokal. Ngjyra e kuqe shumë ngjan, është e veçantë, hiç mendi krejtën anën ban. Tani, ai vogli u rret. Ndoshta për këtë arsye, Adriani po rifreskon veten dhe muzikën që bën me djem të ri. Jo, as pak, do me thëmë Floriani, tu jam marrë parasysh motion shka e ka. Në fakt, ala edhe si ka fillu bashka në karriera si duhet, në gjithë shka deri tash e kom me vërtet e kena dhona maksimumin ton, po e nësë ko e ti vjen me projekte të arshëm. Të ndalimi dhe të analizojmë mënyrën se si po punon Adriani, na e lënë të besojmë që një të ardhme të afër do krijojë një label që do ta prodhoj emra të ndryshëm në stile të ndryshme të muzikës. Jo, labelin oficialin akoma se kam kap, derisa se formoj atë rrethin tem normal për këtë punë, po thjesht më vjen mirë që Floriani dhe Lindoni më janë pjesë e ati label që kom në plan me ha prej shtatorit. Për të gjithë ju që se keni ditur, Lindonin e kemi dëgjuar edhe pse se kemi njohur. Të gjithëve na ka mbetur në mendje kënga Phoenix nga Tuna dhe Kozme. Në këtë këngë pjesa e reggaeton është kënduar pikërisht nga Lindoni. Ne jemi njoftë edhe për para me Adrianin, ashtu kemi pas një farë kontakti, ko pas kohë, po ai ka qenë i zënt me punën e tij, me koncerte, me mramje. Edhe unë me një studio tjetër që kom punu në Shkup, aty ku e kom marrë edhe eksperiencën teme profesionale, ku e kom lënë atë bagazhin profesional dhe prej aty lindi ideja, erdhi Adriani, jali shumë dhe sene, do me thonë mingu, i pëlqyre aty të shkëmby disa ideja, që shtu lindi ideja që lindi dhe bashkëpunimi. Në këtë formë, këta të tre u bashkuan në një mini label, por Lindoni do e vazhdoj me bashkëpunime të një pas njëshme, apo do të kemi edhe ndonjë projekt solo të tij. Kështu, na, do me thonë, vetë labeli që do të krijohet, do të përcakton ato dhe do të punojmë se cilin në karrierat tona individuale dhe besoj që atë jalojmë publikës po edhe nëse ndodh kjo tjetra që vetëm sa e teke nuk më pengon as pak. E pam në 2 klipe, atë me Florianin dhe atë me Adrianin. Mos është ky një konsumim për Lindonin që në start?
Nuk besoj që jam konsumu, pasi që janë këngë sezonale, që i kërkon vetë sezona, janë verore, edhe si cili klip do t'a gjenë atë, të më thonë masa do t'a gjenë vetën aty, edhe besoj që për mu kjo është vetëm si një start i fuqishëm që nuk e kom paramendu që do të muj me hy në 2 klipe do më thonë me investim kaq madh dhe gëzona për atë, kjo ka qenë një mundësi shumë e rallë edhe jam i lumtur për atë. Në anën tjetër, Floriani si padek me sa duket gjithmonë është shpëtimtari në thonjza, pasi që të gjitha projektet e tij me përjashtime janë në duet. Kështu duke u zbukuruar këngën, ky eksperimentim me zhanre komplet të ndryshme, e ndihmon apo i zën frymën? Po më vjen mirë që improvizoj në për stilat të ndryshme dhe s'ma marrë mendja që për shkakun pengon me kallëzim në stil tjetër më shumë ose më pak, kështu që të dy stilat për shkakun e kallëzoj atë vetveten të. Cila këngë i flet ti më mirë? Dua Adriani Lindan apo Floriani Lindan? Adrianit me Lindan. Projektet nga kjo treshe për këtë sezon sapo ka nisur dhe për tash një kënaqësi që do të zgjasë ndër vite e jo vetëm një biznes fitim proros.